Një zjarr i fuqishëm ka kapluar mbrëm tregun e qytetit në Gostivar. Me këtë rast është djegur një barake ndërtuar nga materiale plastike, e cila ka qenë mbushur me fshesa dore që janë përdorur për nevojat e firmës. Zjarri nuk ka rezultuar me të lënduar, por në pyetje është vetëm dëm i shkaktuar material. Sipas sektorit të punëve të brendshme Tetov, pas shuarjes së zjarrit, organet kompetente kanë bërë ekspertizë në vendin e ngjarjes dhe aktualisht po punohet drejt zbardhjes së rrethanave që kanë inisuar zjarrin. Sipas informatave jo zyrtare, kuptojmë se ka qenë faktori njeri ai që ka shkaktuar zjarr dhe jo instalacioni i rrymës elektrike, siç ndodh në të shumtën e rasteve. Një barake ndërtuar nga materiale plastike është djegur në tregun e qytetit në Gostivar. Zjarri nuk ka rezultuar me të lënduar, por në pyetje është vetëm dëmi i shkaktuar material. Sipas informatave të sektorit të punëve të brendshme Tetov, rastin në polici e ka paraqitur një i punësuar në treg rreth orës 19:30 minuta. Pra bëhet fjalë për një barak të djegur me sipërfaqe prej 6 metër katror, ndërkohë që në brendit të saj janë ruajtur qindra fshesa dore që janë shfrytzuar për nevojat e tregut. Nga njësia e zjarfikësve në Gostivar njoftojnë se vetëm pas 2 minutave pasi kanë pranuar thirrjen, ekipet e kësaj njësie kanë intervenuar në vendin e ngjarjes dhe me 2 automjete me nga 6 zjarfikës, zjarri është lokalizuar për gjysmore, njofton udhëheqësi i njësisë së zjarfikësve në Gostivar Agroni Drizi. Sipas sektorit të punëve të brendshme Tetov, pas shuarjes së zjarrit, organet kompetente kanë bërë ekspertizë në vendin e ngjarjes dhe aktualisht po punohet drejt zbardhjes së rastit dhe arsyeve që kanë shkaktuar zjarr. Sipas informatave jo zyrtare, kuptojmë se ka qenë faktori njeri ai që ka shkaktuar zjarr dhe jo instalacioni i rrymës elektrike, siç ndodh në të shumtën e rasteve. Shumë e dëmit material të shkaktuar me këtë rast arrin deri më 2000 euro, thon nga policia.